Por ndërkaq, sa ndikon këtu stresi, por dhe mungesa e aktivitetit fizik pra në shfaqjen e këtij problemi në fakt? Në fakt janë, si thua, feedback, edhe stresi, por dhe mungesa e aktivitetit fizik plotësojnë njëra tjetrën në shfaqjen e këtij problemi. Ashtu sikurse ne radhitëm pak shkaqet më sipër të konstipacionit, nuk mund të harrojmë këtu pa përmendur stresin kronik, që stresi kronik sjell edhe një rritje të kortizolit në gjak. Rritja e kortizolit në gjak ku edhe këtu thuhet, por ne këtë do ta prekim më vonë të disa ushqime. Rritja e kortizolit në gjak do të sjellë varfërim të segmenteve ose varfërim të neutralitetit elektrik, sikurse edhe e dyta patjetër që është shumë e rëndësishme, pra pjesa e problematikave të stresit shkaktojnë dhe problematika pastaj të stomakut ose të organeve të ndryshme. Dhe pastaj këto shfaqen zinxhir me njëra tjetrën. Dhe patjetër që ka dhe shumë ushqime të cilat e stimulojnë këtë gjë, por stresi kronik pas faktorëve që ne i përmendëm në pyetjen e parë është shumë i rëndësishëm. Pastaj dhe mungesa e ujit, dhe hidratimi. Është. Luciano, pra, në të gjithë përmirësimin e tretjes, lehtësimin e kapsllëkut, por edhe stimulimin natyral të funksionimit të zorëve, si ndihmon vaji i fareve të lirit? Nëse unë do të flisja dhe nëse do të bëja një emision vetëm për një produkt ushqimor që ndihmonte në problemin e zorës trash, as nuk e acaron sepse ka fibra që e acarojnë zorën e trash. Pra farat e qias nuk bëjnë mirë të gjithë njerëzit, ose drithrat nuk bëjnë mirë të gjithë njerëzit. Pra e dëmtojnë zorën e trash, e irritojnë dhe shkaktojnë inflamacion. Këtu përmendim makaronat, këtu përmendim dhe disa ushqime cilat janë shumë të pasura me drithra, pra makaronat, ose edhe ushqime cilat janë të pasura me laktozë. Vaj farave të linit përmban disa komponent organik që ndikojnë drejt për drejti në hidratim dhe në lehtësimin e peristaltikës. Vaj farave të linit është ky produkt ku përdoret në dy forma. Edhe vaj, edhe farat e linit. Ato nuk është se duhet përdoren nga fëmijët e vegjël, pra farat e linit nuk mund të përdoren dot nga fëmijët e vegjël, sepse mund të shkaktojnë problematikat e epiglotisit dhe duhen bluar, pra duhen bluar me kos ose duhen bluar me produkte të ndryshme dhe më pas duhen konsumuar. Më i këshillueshëm dhe për fëmijët e vegjël, si stimulues kryesor të peristaltikës, si stimulues kryesor të mikrobiotës ose dhe ushqyes i baktereve të mira është vaji i farëve të linit. Vaji i farëve të linit përmban disa lënda, të cilat janë plastrokromanolët, ciklolinopeptidet, linorbitidet, enterodiolët. Këto janë disa substanca organike që ndihmojnë në problemin e kapsllëkut. Vaji i farëve të linit ka dhe referenca shkencore cilat janë në lidhje me PubMedin, që është edhe me problemin e obezitetit. Pra lehtëson zbrazjen e zorës trash, stimulon receptorët e guanila ciklazës. Këtu është edhe një foto në lidhje me studimin shkencor të bërë ose të realizuar me vajin e farave të linit, që do të tregohet pas pak, ja ku jemi. Pra çfarë bën vaji i farave të linit? Bën të mundur reduktimin e dhjamosjes së mëlçisë, përmban disa lëndë cilat quhen mucilazh, ose lëndët mucilazh zakonisht janë disa komponent organik me vetjanë inflamatore dhe zbusin feqen. Pra, vaji i farave të linit, nëse përdoret nga një lugë çaj 2 herë në ditë, esëll ose para ushqimit në mëngjes, sikurse edhe para gjumit, me të vërtet e hidraton mukozën e zorës trash. Nëse kombinohet pastaj dhe me një plan ushqimor ose me ushqime të cilat janë të pasura me iridoid, ksanton, poliacetilen, pra këtu janë zarzavatet e stinës, perimet e stinës, këto bëjnë të mundur dhe balancën elektrike të zorës së trash, pra rregullojnë elektricitetin. Dhe vaji i farave të linit është esencial dhe një ndër produktet ushqimore që unë do vendosja në kategorinë e parë për lehtësimin e kapsllëkut. Qartë. Luciano, të ndalemi pak tek kivi. Çfarë përmban që e bën një nga frutat më të rekomanduara pra për tretjen dhe ndërkaq si ndikon ai dhe në stimulimin e lëvizjes së zorës? Pyetje shumë e bukur kjo. Kivi përmban një enzim proteolitike që denatyron pjesën e vargut polipeptid. Kivi përmban këtë enzimën që quhet aktinidin. Pra, nëse do të përmendja përsëri dy ushqimet më kryesore që përbënin piramidën më të rëndësishme që lehtësonin dhe problemin e kapsllëkut. Kivi
dhe vaj farave të linit. Kivi përmante një enzim proteolitike që bën të mundur zbërthimin dhe denatyron pjesën e proteinës, pra ndihmon zbërthimin e lëndëve ushqimore, që në zorën e hollë. Kivi përmban disa sheqerna natyral, sorbitoli, izatinën, arbutinën dhe glikozide fenolike. Këto ndërkohësisht ndihmojnë dhe funksionin tretës. Ndihmojnë zorën e hollë, ndihmojnë pH-in e zorës së hollë dhe 1 deri në 2 kivi në ditë mjaftojnë për të relaksuar neuronet mie enterike dhe për të relaksuar ansat intestinale. Kivi është shumë i vlefshëm, pra aktinidina zakonisht ndodhet te kjo pjesa këtu, aktinidina dhe aktinidiloidet. Ato përdoren për ta zbutur pjesën e feqes dhe për të bërë të mundur që peristaltika të ketë lëvizshmëri motorike më të mirë. Pra kivi përmban aktinidinat, përmban kalium, përmban magnez, përmban B6, përmban oksilipidet, plastrokromanolët. Pra përmban lëndë organike që e lehtësojnë zorën e trash. Dhe për mendimin tim, kivi dhe vaj farave të linit janë 2 produkte ushqimore shumë të rëndësishme. Ndërkaq, kumbullat e thata, të cilat konsiderohen një zgjidhje natyrale dhe shumë efektive kundër kapslokut. Janë afër me këto 2 produkte dhe unë do ta kategorizoja ose do ta vendosja në vendin e tretë. Kumbullat e thata përsëri janë pasura me kalium, që kaliumi është një mineral, një kation i rëndësishëm që qëndron brenda qelizës. Kumbullat e thata, kajsitë e thata, lëngu i kumbullës ose lëngu i kajsive, i kemi dhe këtu, e pasurojnë mikrobiotën dhe janë të pasura me disa lëndë cilat quhen lignan, flavonolignan, astragalozide, plastrokromanol, që përsëri këto e hidratojnë feqen, nuk e lën feqen që të bëhet e ngurtë dhe të pësojë rigiditet mukoza e zorës së trash. Pastaj kumbullat e thata janë të pasura goxha me vitaminë C, pra ka një përmbajtje të lartë të vitaminës C, sikurse dhe kajsitë e thata ose lëngu i kajsive. Këto do të jenë patjetër të kohës së vet, pra të stinës. E qartë. Ndërkaq, cilat perime rekomandohen më shumë për pastrimin e zorës së trash? Po përmirësua, domethënë kapslëku edhe pjesa e zorës trash lehtësohet nga problemi nga ky problem që ne po flasim. Ka shumë perime që e lehtësojnë zorën e trash. Unë një ndër këto do të përmend edhe pjesën e preshit. Preshi është goxha shumë i vlefshëm për pjesën e mikrobiotës. Ka shumë pastaj dhe majdanozi, selinoja. Selinoja është shumë e rëndësishme, përmban galaktozide, përmban disa tricetina, përmban disa sfingolipide të rëndësishme. Selinoja ndërkohësisht përmban dhe disa vitamina, por dhe lignan. Lignanët janë këto lëndë ose këto komponent organik antiinflamator që ndihmojnë dhe pjesën e sfinkteritodit, pra disa nga perimet që mund të përmendim. Një supë me majdanoz, pra majdanozin, selinon, mund të përmendim finokun e gatuar, përmban feonikulinën, dilapiolët, që është i rëndësishëm. Përmendim dhe disa perime tjera të stinës, nuk e di nëse edhe njerëzit besoj se duhet ta përdorin shumë, pra pishtajat janë të rëndësishme në këtë problematikë ose në këtë çrregullim. Pra sa më shumë ushqime që janë të pasura me klorofil, majdanozi, tek frutat, ose mund i prekim më vonë është edhe panxhari, selinon që e përmendim, majdanozin që e përmendëm, finokun që e përmendëm, pastaj pjesa e bishtajve, sa më shumë të jenë ushqimet e pasura me klorofil, aq më mirë është për ta ndihmuar florën e zorës. Mirë, do ta mbyllim me ndikimin e fibrave ushqimore dhe hidratimin e përditshëm në funksionimin normal të sistemit tretës dhe pse mungesa e tyre mund të shkaktojë kapslok. Tani, fibrat edhe për të gjithë ju miq nuk kurse janë të gjithë për të gjithë të shëndetshme. Ka njerëz që kur konsumojnë fibra kanë edhe problemin e kapslëkut. Janë disa fibra cilat, sepse duhet edhe kozjetja e fibrave ose e zën farat e qias. Farat e qias duhet qëndrojnë gati për një kohë pak të gjatë në ujë për të lëshuar ato substancat, mucilazh ose lignanët, flavonolignanët, astragalozidet që të konsumohet. Prandaj që jo çdo fibër është e shëndetshme. Ne në emisionin tjetër do të përmendim dhe një bakteri inteligjent. Ne kemi quajtur dhe mikrobiotën si superkompjuter metabolik ose si një organ e i rëndësishëm endokrin. Dhe përsa i përket hidratimit, pra konsumimi i ujit, patjetër që krahas frutave dhe perimeve që ne duhet konsumojmë, është i rëndësishëm dhe hidratimi. Unë në fillim të emisionit, kur Grisela më bëri një pyetje në lidhje me konstipacionin ose kapslëkun, ose simptomat më të zakonshme që ne radhitëm disa faktorë, duhet të bëjmë kujdes edhe me pjesën e konsumimit të lartë
të kafeinës, ashtu sikur se kafeina është laksative, shumë e mirë. Kafeina është edhe laksative, jo vetëm laksative, por ka dhe veti antimikrobiale dhe ndihmon steatozat ose diamosit e mërqis. Por nëse konsumohet shumë, ajo çfarë bën? Fal acidit kafeik stimulojnë receptorët alfa-1 adrenergjik dhe beta-1 adrenergjik. Dhe këto aktivizojnë disa adenilat ciklaza, guanozin trifosfate. Dhe kështu trupi mund të derdhi dhe katione dhe jone, pra minerale. Prandaj, rreth 2 ose 3 kafe në ditë,